Angazhimi I stafit të shtëpisë së fëmijës 0 deri në 5 vjeç është maksimal për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve të cilët janë pa kujdes prindëror. Krahas shërbimit dhe kujdesit, qëllimi kryesor I kësaj qendre është bjerësimi I fëmijëve ose ribashkimi me familje biologjike të tyre, që në shumë raste nuk është I mundur. Koha qëndrimi në institucionin tonë ligjërisht është 0,5. Pjesa moshore 0,5 vjeç. Në momentin që plotson moshën për te kësaj, në rastet kur ne kena një plan të afërt për ribashkim me familjen biologjike, familje kujdestar apo bjerësim, nuk është se e bëjmë lëvizjen menjëherë sapo mush 5. Mundena me prit dhe pak kohë sepse shkon në interesin më të lartë të fëmisë. Në rastet kur nuk ka një dritë jeshile për të miturin, domethënë familja nuk fuqizohet për t'u rikthy fëmia, apo nuk heq dorë duke pengu kështu rrugën e tij drejt bjerësimit, atëherë jena detyruar që fëmia të transferohet në një shërbim që I përgjigjet moshës tij, që I bën shtëpia fëmisë 6-15 vjeç Shkodër ose Tiranë, varet. Por normalisht rolin e familjes ne nuk e bëjmë dot. Sa do të përpiqena, këtu jena shërbim 24 në 7, janë kujdestarë që janë me tune dhe fëmijës nuk I kompensojnë dot atashimin dhe ngrohtësinë që I jep një familje. Për një atë lufta jonë është gjithmonë që t'i çojmë drejt bjerësimit me qëllim që fëmijët të rritin një vatër familjar ashtu siç është e drejtë themelore e tyre, ose që të ribashkohen me prindërit e tyre biologjik, që jo në gjitha rastet është e mujtur. Fëmijët që banojnë pranë kësaj qendre janë nga gjithë Shqipëria, ku një pjesë e vogël janë edhe nga rrethi I Shkodrës. Shtëpia fëmijës 0 deri në 5 vjeç, fillimet e saj ka qenë në vitin 1947, ndërsa nga viti 1980 kjo qendër funksionon në këtë formë që është sot, pasi më parë qendra ishte në varësi të Spitalit të Shkodrës.